Po flasim pak për Pallatin e Rinisë, se janë të platoja Pallatit Rinisë, nuk është bo kur diçka me Pallatin e Rinisë, gjithë do të cikrime, gjithë një prekje, lidhë, po kur diçka konkrete. Pallati i Rinisë përfundimisht shkon në renovim total, sepse edhe kemi obligim ndaj trive e sportistëve tanë, por edhe obligim për organizimin e lojrave mesjetare. Këtu do të luhen disa nga lojët më të rëndësishme në disa sporte të mbyllura të lojrave mesjetare. Tashmë kemi nënshkruar marrëveshjen për grant me European Investment Bank për fazën e parë. Ka fillu hartimi i projektit për renovimin total, të cilin do ta kemi të gatshëm vitin e ardhshëm. Dhe prej projektit del edhe shuma e cila shndrohet në kredi nga EIB-a, që duhet me u miratu, me u ratifiku dhe me fillu. Vlera do t'jetë rreth 50 milion euro, por këto vlerën e saktë na tregon fundi dhe projekti kur të hartohet deri në vitin e ardhshëm. Në këtë mënyrë sigurohemi që ikona e kryeqytetit, Pallati i Rinisë dhe Sporteve, i shërben edhe komunitetit, por edhe na përgatit për lojrat mesjetare. E mbi gjitha, kjo zonë që e ka Pallatin në qendër, do të ketë edhe investime tjera këtu mbrapa te parkingu i madh, nis ndërtimi i teatrit të operës, një nga institucionet më të rëndësishme kulturore të vendit tonë, dhe sa në pjesën e aneksit të rilindjes, ku ka pas qenë shtypshkronja në atë kohë, vendoset teatri i ri i Prishtinës dhe Muzeu i Artit Bashkëkor. Realisht këtë kjo zonë revitalizohet, e ka dhe stadiumin mbrapa, si zona e kulturës, artit dhe sportit në Prishtinë. Po flasim edhe për diçka tjetër, po flasim për kartelën e lagjës, një gjë që më ka bërë përshtypje shumë gjatë kohës prezantimit. Apo na tregon konkretisht çka është kartela e lagjës, edhe çka përfiton për shembull një banor i lagjës Dardania ose një banor i lagjës Ulpiana me kartelën e lagjës. Kartela e lagjës është një metodologji e punës përmes cilës banori i lagjës e përcakton buxhetin e komunës. Okej. Pra, kartela i përmban 22-23 çështje, të cilat janë thelbësore për çdo lagje. Çështjet si hapësirat publike, parqet, parkingjet, shërbimet e tjera komunale, çerdhet, shkollat, shërbimet shëndetësore, dhe çdo lagje do të kaloj përmes këtij filtri të kartelës së lagjës. Do të identifikojmë ato që nuk i ka një lagje dhe automatikisht do të shndrojmë në buxhet. Për shembull, këtë aktivitet e kemi bërë me shumicën e lagjeve dhe po e marr si ilustrim Dardani ndoshta, ku kemi shumë objekte banesore atje në Dardani, dhe nga aktiviteti që kemi bërë me banorët për me identifiku nevojat, ka dalë kështu, që fillimisht një nga problemet kryesore të banesave në Dardani janë ashensorët. Okej. Ka banesa pa ashensor, ka banesa me ashensor të vjetruar, që nuk punojnë e të tjera. E dyta, problemet me kulmet dhe bodrumet e banesave. E treta, me izolimin termik për eficiencë të energjisë. Pastaj është dhe mirëmbajtja e korridoreve dhe hapësirave të përbashkëta. Këto janë disa çështje që i kemi identifikuar që janë urgjente për investime në lagjen Dardania. Pastaj Dardania ka parqe, po mungon mirëmbajtja. Në Dardani kemi nevojë për më shumë parkingje, është një prej lagjeve që vuan nga mungesa e vend parkimeve dhe shpesh banorët rezident diskriminohen sepse vinë të tjerët parkohen dhe u azën vendin banor dhe rezident. Dardania ka nevojë edhe për çelët të reja publike e të tjera. Pra, kjo kartel, kjo metodologji e identifikimit problemeve na ka ndihmuar që bashkë me banorët me i gjetë problemet, ato me i shndru në buxhet dhe në investime nesër. Në këtë mënyrë, ne banorin e lagjës e bëjmë hisedar të mënyrës se si bëhet buxheti i komunës dhe si bëhen investimet për me i adresu nevojat e banorëve. Hajro, transporti publik, bicikletat, lëvizja në qytet. Qysh realisht është plani për me konkret kjo funksionale? E dim, jemi të e pa që ka është ndodhë, qysh realisht mënët me funksionu krejt që kjo lëvizje që përfolim, qysh bëhet një plan i mirë i mobilitetit? Lëvizshmëria në Prishtinë është problemi më i madh, unë besoj, i qytetarëve sot, sepse ne gjithë kohës lëvizim. Kemi nevojë për lëvizje të shpejtë dhe efikase dhe jo gjithmonë na mundsohet kjo. Kemi varfshmëri tepër të madhe nga veturat, sepse alternativat nuk janë efikase, nuk janë të mira. Unë Prishtinën e shoh si qytet më shumë të transportit publik sesa të veturave. Okej. Kjo redukton edhe ndotjen e ajrit, sepse është një nga ndotësit më të mëdhej, vetura dhe karburantët që digjen. Duhet me rrit flotën e autobusëve. Prishtinë duhet me pas shumë më shumë autobus. Duhet me pas edhe korsit veçantë,
se më shumë autobus ndjetin trafik, prap nuk ka efikasitet në lëvizje. Po. Korsia veçantë sidomos në zonën qendër është e domosdoshme për mi evitu ato blokadat që ndodhen tashmë për hir vërtetës jo vetëm në peak hours, po gati gjatë gjithë ditës. Kemi nevojë me reduktu dhe fluksin që vjen nga qytetet e tjera, me parkingje të mëdha në pikat hyrëse të Prishtinës, po të e lidh transportin publik me ato parkingje. Që dikush që vjen nga qyteti tjetër, me lënë veturën në parking edhe me atë pagesë me mujt me përdorë dhe trafikun urban gjatë gjithë ditës. Mobiliteti nuk është vetëm transporti motorik. Na duhet me bo Prishtinën të këndshme edhe për ecje, se njerëzit edhe kanë nevojë për me ecë edhe kanë qef me ecë, po ecja sot në Prishtinë, trotuarët bllokume, shumë shpesh nuk ka hije natyrale, nuk është e lehtë, nuk është e këndshme. Ne i kemi identifikuar të gjitha hapësinat ku mund të intervenojmë për me bë ecjen sa më të natyrshme, me pas më shumë gjelbrim në për hapësina, por e kemi pa edhe një projekt shumë të mirë të disa trive që e kanë identifikuar një rrutë alternative të ecjes në Prishtinë, zona qendër, që nuk janë vetëm trotuarët. Bile shumë pak trotuare, ka shumë zona ndërmjet banesave, në për plato, e që kështu nuk mendon që ti që janë ato hapësina për ecje, po njerëzit e ecjen sepse kanë më të lehtë lëvizje. Diku është rruga më e shkurtë, diku ka më shumë hije. Dikush edhe e ka mësuar që ashtu se ton kuon ka ecë andej, dhe e kemi pa një plan shumë të mirë dhe kemi me revitalizu këtë rrutën alternative të ecjes që e lidh një numër të lagjeve rreth qendrës së Prishtinës. Pra kemi nevojë për me bo Prishtinën qytet jetueshëm, ku nga pika A në pikën B të mbrin shpejt, mbrin në mënyrë efikase, dhe të gjithë ata që e përdorin veturën realisht me qenë njerëzit që munden edhe me u përballë, mandej edhe me vonesa ose me pas trafik. Po kur e ki alternativën, e ki autobusin që lëviz shpejt dhe për disa minuta që në destinacion. Kur edhe ecjen e kitë këndshme për lagjes në lagje, mendoj që edhe qytetarët mandej me kohë fillojnë me hub këtë varësi nga veturat dhe me pas mobilitet më të rritur në qytet. S'po të lëshaj pa ta po edhe një pyetje me Nova për me lënë për herën tjetër, po për legalizimin e ndërtesave. Po ta bëj edhe që të pyetje mas jemi këto, çka ndodh me legalizimin e ndërtesave. E dim që është kogja problematike. Një potencial miliardësh në ekonomi është i bllokuar për momentin, sepse shumica pjesa dërmuese atyre që kanë ble banesa që janë ndërtu mas lufte, nuk e kanë dokumentin, nuk i kanë dokumentet e pronësisë. Pra nuk mundën me përdor as për hipotek, as për shitje, as për mundësi të reja ekonomike. As gredime i zomu. As nuk mundën. Dhe kjo është një fatkeqësi sepse edhe ekonomia bllokohet, po edhe familjet vujnë nga ky fakt. Ne kemi propozuar një procedurë të përshpejtuar të legalizimit. Kemi nevojë me kriju shumë ekipe që hyjnë lagje për lagje, blok për blok dhe bëjnë legalizimin proaktiv, në mënyrë që qytetarëve mja u dhon këtë dokumentat e pronësisë. Certifikata e posedimit është dokumenti mbi cilin dikush që ka bler një banesë ka pagu edhe gëzon si pronë dhe mundet me i rrit mundësitë ekonomike të familjes. Unë besoj shumë se kemi gjithë bazën ligjore, vinë pak ma shumë vullnet të angazhim, vinë me prioritizu, sepse njerëzit nuk kanë mundësi me prit ma gjatë dhe me ja mohu një mundësi ekonomike që e kanë. Kur bëhet prioritet, sa ta merr mendja që ka kozgjatje deri në realizimin, se tash e dim që ka është një numër shumë i madh. Normalisht që nuk mundet me qenë ajo për 3 muaj, nuk mundet me qenë për 6 muaj, ka me marrë një periudhë më gjatë kohore, po pavarësisht sa ta kish marrë mendja që kish mujt ato rreth 50.000 banesa ose më shumë banesa janë. Unë mendoj që procesi duhet me nisë me njëherë, me të filluar mandati dhe duhet me vazhdu pa u ndërprej. Kjo nuk e ka një periudhë nisës mandej ndoni me vazhdojnë tutje. Po, se kryjë. Këto ekipe kur të krijohen, vazhdojnë me punu deri në fund. Dhe unë besoj që gjatë mandatit të ardhshëm duhet me përfundu çështja e legalizimit. Hajra, faleminderit shumë për kohën, kënaqësi, suksese në garë. Shumë faleminderit.